shqiptarët pra panë mbrëm kontrastin e jashtëzakonshëm midis kandidatëve të opozitës për Shqipërinë madhështore, të aleancës për Shqipërinë madhështore, ndërta politikan me eksperiencë dhe të përkushtuar, promotor të kauzave të drejta dhe të mëdha të qytetarëve shqiptarë, panë në listën e koalicionit për Shqipërinë e aleancës për Shqipërinë madhështore, djem, vajza, burra dhe gra, që kanë bërë një qëndres epike gjatë këtyre 4 vite të narkoshtetit dhe jo vetëm narkoshtetit dhe mafjes më të rrezikshme të planetit, mafjes sorosiane. Shqiptarët panë mbrëm listën e përfaqësuesve të tyre, të cilët në një seri të pafundme denoncimesh i bën autopsin regjimit më të korruptuar të Europës dhe ndër më të korruptuarit në botë, bën avokatin e interesit publik në parlament dhe kudo. Ndërkohë, shqiptarët panë listën e skapit në krahun tjetër, të gjithë ministrat, me dosje kujntalshë mbi shpinë, u futën njëri mas tjetrit në listën e mbrojtur, me mot për shkakun e vetëm se kanë vjedhur bashkë me Edi Ramën.